Magjia që më mori qetësinë, ka gjëra që nuk shpjegohen me logjik. Dhe këto nuk e them për të trembur askënd, e them sepse e kam përjetuar vetë. Në këtë tregim, unë jam njeriu që e ndjeu i pari. Filloi ngadalë, jo me zhurmë, jo me frikë, por me një lodhje të çuditshme që nuk largohej. Jeta ime po ecte mirë dhe pikërisht atëherë diçka ndryshoi. Në shtëpi ndjeja peshë, ajri nuk ishte më i lehtë. Gjëra të vogla filluan të shkonin keq pa arsye, gjumi i trazuar, mendime të errta, qetësi që nuk zgjaste. Dua t'ju tregoj se unë fillova të kuptoj se dikush nuk e duronte dot dritën time dhe kur një njeri nuk e duron dritën, ai kërkon errësirë. Magjia në këtë histori nuk erdhi me libra apo fjalë të zëshme, e erdhi me zili, me urrejtje të fshehur, me dëshirën që tjetri të mos jetë mirë. Thuhet se magjia më e keqe nuk është ajo që bëhet me rituale, por ajo që bëhet me zemër të zezë. Dhe unë këtë fillova të ndjej, kur dikush hynte në shtëpi dhe shikonte rreth e rrotull pa folur, kur heshtja zgjaste më shumë se ç'duhet, kur ndihesha e lodhur pa arsye, nuk pash gjë me sy, por ndjeva gjithçka me shpirt. Ne të tëra pyesja veten, pse po më ndodh kjo? Çfarë kam bër? Dhe përgjigjja ishte gjithmonë e njëjtë, asgjë. Dhe në gjithë këtë ndjesi, dhimbja më e madhe nuk është magjia, është fakti që ajo lind nga njerëz që nje, nga njerëz që buzëqeshin ditën dhe errësohen natën, por çdo gjë ka një dritë dhe drita ime ishte kjo. Magjia e keqe nuk fiton kur mbi shpirtin që nuk bëhet i keq. Ky është tregimi im. Është ndjesia ime, është shumë reale, më besoni. A ju ka ndodhur dhe ju një gjë e tillë? Mund të shkruani në koment mendimin tuaj.